Kjo video shkon për këtë nana që i kanë martu djemtë e vetë se presim i martu. Veç pse tu ka martu djali, nuk do me thonë aj ty nuk dënë më dhe nuk të respekton. Mos e shtej atë sen kry, se shumica e problemeve në familje dhe e janis gjelozia që shtu të menu që koku tash nusja, e ma mur djali, në këta e kum linde, e kum rrite, e kum bo qështu që shështë, janisi nashta mi amor nusës i nati, pa nevoj heqe, mi lshu kungja për çdo dit, mos me respektu, pse u martu me djallë vetin. Në vend si me kone lumë për shembull, asoj vjeni nati. Qysh ke pas shef ti mu martu me gjithë një burr, edhe kjo ardhe ka gjetë burrin e vetë edhe tash e ka një gjutë për bashkë edhe jetojnë bashkë. Ti dush mu knaq se po jetojnë ata të lumtur, jo me xhelozu. Edhe nuk është puna që nuk dën djali, se nëse është i hari gjithmonë ka më dash, ka më të respektu. Po veç obligimet ju kanë shtu ma shumë, galit ju kanë shtu ma shumë, nesër ka mundësi me pas edhe fëmijë, kështu që heqe xhelozin pikres ma mire ki.